Po në fund të ditës, unë s'kisha asnjë lloj kusuri dhe asnjë lloj nevoje që të shikoja deri në fund një video të një vajze që tregon për të dashurin e saj toksik, që ndoshta mundet të gënjej, por në një farë forme, prit ta mbaroj. Ai nuk ka qenë toksik. Po prit pra sa toksikja në këtë mes kam qenë unë dhe vazhdoj të jem unë. Këtu pra do dilja që në vetvete, unë nuk është se kisha ndonjë arsye që pse ta ndiqja, edhe shumë të tjerë, po nuk bëja kur scroll, do e shikoja videon deri në fund, do futesha, do lexoja edhe komentet, thjesht për të marrë vesh historinë. Pra, se shkruar ky imazhi, siç ka krijuar Olta Giçari me burrin e vet në Big Brother, që kush shef videot e Vasit dhe bie muhabeti e Vasit dhe Majloku, është kjo ideja që domethënë ai ka bërë 101 zez aty. A mund ta mund të flasim pak për këtë? Ai nuk më ka bërë asnjë të zez. Të dashur miq, ai nuk më ka bërë asnjë të zez. Ai nuk është fare toksik, nuk ka qenë, le të themi, nuk është më. Ai ka qenë një histori të kaluarës, por shumë e bukur, nuk është më, por nuk ka qenë toksik. Toksikja kam qenë unë kam qenë gjithmonë toksikja. Unë vazhdoj të jem toksike.